Mbrëmjen e ditës së diel, qyteza e fëmijëve në Korçë u kthye në skenën e madhe të artit rinor me zhvillimin e finales së madhe të aktivitetit Pulse on Stars. Në këtë mbrëmje festive morën pjesë nxënës të arsimit parauniversitar nga 6 bashkitë e qarkut të Korçës të përzgjedhur nga shkollat më të mira të juglindjes së vendit. Për më shumë se 3 orë, publiku i shumtë i pranishëm përjetoi emocione të forta artistike përmes interpretimeve në këngë, kërcim dhe aktrim. Të rinjtë artistë sollën në skenë talentin, energjinë dhe pasionin e tyre duke krijuar një atmosferë entuziaste dhe duartrokitje të vazhdueshme nga ardhasi. Organizatorët e aktivitetit vlerësuan nivelin e lartë të performancave, ndërsa përfaqësues të institucioneve vendore theksuan rëndësinë që ka mbështetja e talenteve të reja në art dhe kulturë. Sipas kryetarit të Këshillit të Qarkut Petrika Tollkuçi, kjo skenë është vetëm hapi i parë në rrugtimin artistik të këtyre të rinjve, të cilët premtojnë një të ardhme të suksesshme në fushën e artit. Këshilli i Qarkut në aktivitetet që kryen përpiqet që të evidentojë talentet e reja. Kjo është kryesorja dhe pas kësaj është pjesa edhe ndërveprimit të rinjve ndërmjet qarkut. Ajo që shohim dhe që pam edhe sot këtë natë finale të Pulse on Stars është që të rinjtë e qarkut ndajnë të njëjtat ëndra. Dëgjojnë të njëjtën muzikë dhe sigurisht nuk kanë asnjë ndryshim me njëri tjetrin. Dhe aspirojnë të gjithë atë që aspironim ne në vitin 90 Europën. Neve në fakt kishim përgatitur një muzikal për këtë shfaqje dhe muzikali jon ishte një konkurs, mund të themi, midis traditës dhe moderne, se si ndërthurja e tyre është gjëja më e bukur që mund të ekzistojë në ditët e sotme, edhe në kontekst ka që ndjenjat si në tradite, si në moderne nuk kanë humbur kurrë. Janë aktivitetet të cilat promovojnë në mënyrën më të mirë talentet e reja dhe mundësojnë që të zbulohen këta të rinj të cilat kanë talente. Një natë shumë fantastike, që nga organizimi dhe deri tek ndjenjat tona, për hera e dytë që marrin pjesë në Rin Show për mua, vlerësimi ishte i madh dhe jemi shumë të lumtur që mundësohet nga Këshilli i Qarkut këto lloj organizim. Unë ndjeva shumë emocionuar dhe besova shumë tek vetja që mund të arrija. Në përfundim të mbrëmjes u shpërndarën çmime dhe vlerësime përfituesit me emocionesh, duartrokitjesh dhe festimesh nga pjesëmarrësit dhe familjarët e tyre.